Të dashur qytetarë dhe qytetarë që ndiqni këtë bisedë time me ju në rrjetet sociale. Së pari, ju përshëndes përzemërsisht. Ju falenderoj me mirënjohje të pakufishme për mbështetjen, për qëndrimin tuaj të pamposhtur ndaj këtij regjimi. Dhe kam kënaqësinë të konfirmoj se është pikërisht ky qëndrim janë kryerritjet tona paqësore, ato të cilat e kanë bërë Edi Ramën delen e zezë të mediave ndërkombëtare. Sot, si për asnjë lider tjetër të Europës, mediat e mëdha botërore kanë shpërthyer ndaj tij me epitete nga më të rënda, duke vlerësuar atë një gangren që duhet të hiqet për vendin e tij, duke e akuzuar direkt se mbrojtja që i bën Lubi Ballukut lidhet vetëm me implikimin e tij në aferat korruptive, duke damkosur përsëri si arkitektin e narkoshtetit të parë dhe të vetëm në Europë. Pra, çdo ditë, fal kryerritjes paqësore tuaj, mos pajtimit tuaj me vendimet e tij, Edi Rama damkoset sa asnjë lider tjetër në Europë. Kjo është një arritje serioze, rëndësishme për forcat demokratike, për opozitën. Kjo është një arritje e cila dëshmon se Edi Rama politikisht është i plagosur për vdekje dhe se kryerritja paqësore e opozitës me jehonën e saj të jashtëzakonshme ndërkombëtare ka luajtur rol shumë të rëndësishëm si në mbrojtjen e dinjitetit të shqiptarëve, në hedhjen poshtë të tezës raciste se shqiptarët janë të mbrojtur me korrupsion dhe nuk reagojnë, ashtu dhe me besimin dhe shpresën tek shqiptarët dhe partnerët tanë se Shqipëria ka një opozitë fuqishme, që përballet dhëm për dhëm me narkodiktaturën, me regjimin autoritar të Edi Ramës. Përballet dhëm për dhëm me propagandën zyrtare të mediave të kontrolluara nga Rama, të cilat si armike tegra të opozitës shpifin trillojnë, marrën nga zyrat e Ramës shpifje trillime, dizinformime dhe servirin sikur opozita është problemi, sikur pallati i kuq u doq për shkak të opozitës, apo njëri nga krerët e grupit strukturuar kriminal të Akshit, një hajdut e pamshirë e shqiptarëve, është një zonjë pa përlyer dhe e përvojtur. Pra, përballë të gjitha këtyre faktorëve, rol përcaktues vendimtar
ka opozita, kryengritja saj, alternativa saj, programi saj. Dje ne paraqitëm para shqiptarëve alternativën tonë për rendin dhe sigurinë, ku shqiptarët rezultojnë njerëz më të pasigurt pas haitianëve, ku specialistë të shquar fakturën me shifra dhe faktet pa kundërshtueshme, pasigurinë e plotë që mbjell narkoshteti për jetën, rrugtarinë, të dhënat, punën e qytetarëve të vendit. Toleranca zero ndaj krimit organizuar dhe prerja me gërshërë të çelikta, të lidhjeve të krimit me politikën, ndëshkimet ligjore me të rrepta, vetim i plot shlirimi policisë nga bandat dhe krimi dhe gjithë administratës, do rikthejnë Shqipërinë dhe njëherë, si dhe konfiskimi të gjitha pasurive, pronave, llogarive të krimit, do bëjnë të mundur që Shqipëria të rivendosë shtetin ligjor, sigurinë e qytetarëve. Faleminderit. I hapur për çdo pyetje që dëshironi. Muharrem Kurti. Përshëndetje doktor Berisha. Çfarë po bën ky Klodian Braho me Lubin, se ajo po vjen vërdall nëpër Shqipëri, ndërsa ky sikur është fshehur? Siç po e shifni gjerë tani, nuk ka asnjë vendim konkret pas deklaratës së Edi Ramës se çështja Balluku u mbyll. Ajo që ndodh, është Balluku si kryeministër në hije, Balluku vendimar si kryesor në partinë e krimit, Balluku çdo ditë shkon në ministri dhe në agjensitë që drejtonte më parë për të vazhduar drejtimin e tyre dhe për ndryshuar dokumenta. Lubia është bërë të merr për deputet dhe drejtues të Partisë Socialiste. Nuk guxojnë t'ja përmendin emrin. Ajo ka rivendosur i kthyer Oltjon Bistrin si koordinator kryesor të karteleve të drogës dhe organizatave kriminale. Çka do të thotë, ka rivendosur rrjetin e regjistrimit të kundërshtarëve që ju duhet asaj dhe Edi Ramës vendas dhe të huaj. Pra, de facto, nuk ka një zhvillim konkret në drejtim të Lubi Ballukut dhe Edi Ramës, mbasi nuk duhet harruar se 60% e të gjithë materialeve në dosje Balluku janë për vetë Edi Ramën. Janë vila e stërvila të tëra pasuri prallore që i ka vendosur në emra të ndryshëm një mafje shqiptare ndërkombëtare angazhuar në këtë proces, por gjerë tani nuk ka asnjë veprim. Edi Rama ju deklaroi aso kohë kur hodhi poshtë heqja e imunitetit se çështja Balluku u mbyll. Por nuk u mbyll për ne, more. Ne jemi në këmbë dhe ne do vazhdojmë kryerritjet tona paqësore gjerë në largimin e Edi Ramës. Ju jeni dëshmitar për efektin e tyre të jashtëzakonshëm. Faleminderit. Kristi Meshini. Përshëndetje doktor, herën e fundit në protestën e 8 majit, rrugës për te Ministria e Brendshme,
Kam ngrënë një plumë gome në këmbë që më mbeti shenjë për 2 ditë. 3 presione ujë përballë në trup dhe në fund u larguam të gjithë të qetë. Sa kohë do të kemi këto skenare, sepse kryetarët e degëve në përrethë qytete janë zgjedhur e rizgjedhur, ama në situata të tilla qëndrojnë nga fundi i protestës bashkë me disa deputet. Sa kohë do të vazhdojmë luftën me topat e ujit e gazit plotësjellës, pa patur asnjë zhvillim, po veç braktisje dhe distancim nga demokratët, jo më populli që nuk ndjek. A ka ndonjë skenar ku një pjesë e juaja të bëj grevurie në parlament dhe pjesa tjetër të bëj protesta njëkohësisht?